Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut është optimist për gjetjen e një zgjidhje për korridorin 8. Qeveria dhe përfaqësuesit e UNESCO-s do të vazhdojnë me një vizitë të përfaqësuesve të institucionit muajin e ardhshëm, njoftoi kryeministri Istria Mickovski. Ai u tha gazetarëve gjatë një vizite në komunën e Strugës se delegacioni i UNESCO-s do të jetë në muajin maj dhe do të vizitoj segmentin e korridorit të 8 nga fshati Trebenish të komunës së Debërcës deri në bjeshkët e Qafcanës te kufiri me Shqipërinë. Lidhur me trasen, nëse nuk do të jetë ajo, ne do të gjejmë një zgjidhje për një trase tjetër e cila nuk do të shkel rekomandimet dhe këtë e them gjithnjë. Për këtë situatë nuk jam aq i shqetësuar sepse kemi një zgjidhje, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Përplasje mes partive shqiptare në pushtet dhe në opozit në sallën e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Shkak është bërë përdorimi i gjuhës shqipe dhe protesta e studentëve që kërkojnë që provimi i jurisprudencës të bëhet në gjuhën shqipe. Rina Hajdari, deputete e BDI-s, u shpreh se kur një drejtë është e shkruar në ligj, kërkohet në rrugë, atëherë problemi nuk është te studentët, por është tek institucionet. Ndërsa Bekim Sali, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, deklaroi se shqetësimi i studentëve është dëgjuar dhe në mënyrë institucionale u janë përgjigjur. Sipas tij, studentët shqiptar do të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut garanton furnizim të naftës dhe për shtetasit që vijnë nga vendet fqinje. Istria Mickovski pranoi rritje të kërkesës për karburante. Kemi ditë kur kemi mbi 2 milion litra që pompat e benzinës në shtet sigurojnë, tha kryeministri Mickovski. Ai premtoi se nuk do të vendoset kufizim për veturat me targa të huaja pasi në këtë mënyrë ndihmohen edhe shtetet fqinje. Kemi mjaftueshëm sasi të karburantit dizel dhe të produkteve të tjera të naftës dhe në tubin përçues që lidh rafinerinë Okta me portin e Selanikut, por dhe me rezervat shtetërore. Nuk kemi deri tani paralajmërime për çfarë do pengese në pjesën e furnizimit, tha kreu i qeverisë në Shkup. Rajoni. Antarësimi i Kosovës në NATO, dorëzimi i Mila Radojčićit dhe nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit janë çështjet kryesore të trajtuara në Londër në bisedimet ndërmjet kryeministrit të Republikës Kosovës Albin Kurti me sekretaren për punë të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar Jevit Koper. Antarësimi i Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian mbetet thelbësor për sigurinë, stabilitetin dhe përparimin afatgjat, deklaroi Albin Kurti. Ai informoi palën britanike për kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia të mbështetura nga Rusia. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Gleu Konjusa ka paraqitur ligjin për të huajt në fjalën e tij në fund të seancës për punën e Omnikut në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Synimi është të përmirësojë shërbimet publike për qytetarët në Kosovë. Serbët që punojnë në institucione shëndetësore arsimore që nuk menaxhohen nga institucionet e Kosovës e që zotrojnë dokumente nga strukturat serbe, detyrohen të aplikojnë brenda 12 muajsh për të marrë lejen e qëndrimit. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Stavros Lambrinidis, i bëri thirrje Serbisë të përgjigjet kërkesave të Kosovës për bashkëpunim gjyqësor dhe të këtej gjyqtarët dhe policët, duke shprehur shqetësimin se Serbia ende nuk ka sjellë para drejtësisë përgjegjësit për sulmet në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian përgëzon palët për progresin e arritur për çështjen e personave të pagjetur. Në të ardhmen pret që Kosova dhe Serbia të marrin pjesë në takimin e nivelit të lartë të udhëhequr nga përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas, tha Lambrinidis. Prezantuese Danimarkës të Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kristin Markus Lassen, gjatë mbledhjes për punën e Omnikut kërkoi që Serbia të përmbahet nga pengimi i Kosovës për të përfshirë organizatën ndërkombëtare. Ajo theksoi se marrëveshjet duhet të zbatohen në mirëbesim dhe kërkoi hapa konkret nga Serbia për të siguruar llogaridhënie, duke i dërguar përpara drejtësisë përgjegjësit për sulmin në Banjsk. Kjo është një çështje që vazhdon të ndikojë negativisht, tha përfaqësuesja e Danimarkës në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Opozita në Kosovë kritikon qëndrimin që po mbahet për çmimin e naftës në vend. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami shpreh shqetësim se kur u dhan lajmet për mbylljen e ngushticës së Hormuzit, në Kosovë u rit çmimi më njëherë, ndërsa kur çmimi i naftës ra në bursën ndërkombëtare si pasojë e arritjes së armëpushimit SBA-Iran, çmimi në Kosovë nuk ndryshoi. Sipas Bajramit, ndërkohë që qeveria vendos marzhe dhe garanton fitim për tregtarët, refuzon të ulë TVSH dhe aksizën, dy komponentët kryesor të çmimit. LDK propozoi raportim ditor për stokun dhe çmimin e importit, reflektim real të çmimeve në kohë, jo abuzim me stokun e vjetër dhe ulje TVSH dhe aksizës për të përballuar situatën e krijuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hyri sot në funksion të plot sistemi Europian i hyrjedaljes. Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që udhëtojnë drejt 27 vendeve të hapësirës Schengen duhet të jenë të përgatitur për ndryshimet në procedurat kufitare.
Ky sistem zëvendëson vullosin manualet pasaportave me regjistrimin elektronik të hyridaleve, duke përfshirë të dhënat e pasaportës, fotografitë e fytyrës dhe gjurmët e gishtrimve për çdo udhëtar që kalon nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Refuzimi për të dhënat biometrike do të sjellë automatikisht refuzimin e hyrjes në territorin e këtyre vendeve. Pasaporta duhet të jetë e vlefshme dhe në gjendje të mirë dhe se nuk kërkohet asnjë aplikim paraprak, pasi regjistrimi kryhet në momentin e kalimit kufitar. Në bazën fillestare të zbatimit mund të ketë vonesa në aeroporte, porte dhe pika kufitare toksore ndaj qytetarët këshillohen të paraqiten më herët për udhëtim. Data 30 maj 2026 është afati i fundit për tatimpaguesit në Shqipëri për detyrimin me pajisje për pagesa elektronike POS në çdo pikë shitje. Administrata tatimore informoi tatimpaguesit për detyrimin e pajisjes për gjithë ata që kryejnë shitje me para në dorë dhe ushtrojnë aktivitet në sektor të ndryshëm, përfshirë strukturat akomoduese si bujtinat, hotelet, resortet dhe strukturat e trashëgimisë kulturore. Krahas tyre përfshihen dhe shërbime në sektorin e transportit, si dhe institucionet publike dhe shoqëritë publike me kapital shtetëror. Brenda muajit maj premtohet hapja e segmenteve të zgjeruara të autostradës Tiranë-Durrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi ecurinë e punimeve në kantierin e zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës, ku punimet kanë hyrë në fazën përfundimtare. Sipas tij, brenda javës së parë të muajit maj pritet hapja e segmentit për qarkullim, çka do të lehtësojë ndjeshëm trafikun në këtë prag të sezonit turistik, ndërsa në vijim do të realizohet dhe arretimi urban. Karakaçi informoi gjithashtu se punimet do të vijojnë me ritme të shpejta dhe në akset Kashar-Lekaj dhe në bypassin e Tiranës, ku deri tani është realizuar rreth 20% e punimeve. Kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se po bën çdo përpjekje për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë me synim bllokimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi me sipërmarrës në sektorin ndërtimit, kreu i qeverisë shqiptare solli shembullin e Maqedonisë së Veriut apo Malit të Zi, për të cilat tha se kanë qenë gati në konflikte civile, por kundërshtarët e qeverisë nuk shkonin kurrë në Bruksel për të nxjerrë imazhin e vendit. Ore ka pasur gati luftë civile në Maqedoni, kur ishte Maqedonia akoma. Ore nuk shkonin kundërshtarët e qeverisë nga Shkupit, shkonin në Bruksel dhe të ulnin e të ngrinin Maqedoninë si një vend për t'u dënuar. Por nuk e bënin. Por ka pasur në Mal të Zi gati konflikt civil, se ata janë gjysma andej. Por nuk shkonin në Bruksel të ulnin e të ngrinin njëri tjetrin dhe të kërkonin nga Brukseli ose nga kanceleritë e huaja të dënonin Mal të Zi. Nuk e bën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi shumicën socialiste në parlament se po mbron bjedhjet e kryeministrit Edi Rama dhe të ministrave të tij. Gjatë fjalës në kuvent, Berisha akuzoi Ramën se po mbron ish-zëvendës kryeministrin Belinda Balluku. Debati për integrimin, tha Berisha, u shty sepse bëi fjalë për Ballukun dhe sipas tij kryeministri Rama nuk donte që të hapej diskutimi sepse është vetë i përfshirë. Në parlament Berisha tha se nuk respektohet as ligji dhe as kushtetuta, ndërsa shtoi se interpelancat nuk negociohen sepse kanë afate ligjore. Këtë parlament të shtruar në mburojnë në të turpshme në histori të vjedhjeve të qytetarëve shqiptarë. Këtë parlament që për herë të parë në 35 vite parlamentarizëm pluralist mbron në mënyrën më të paskrupullë, më antikushtetuese, më antidemokratike, më antikombëtare, vjedhjet e Edi Ramës dhe klanit të tij, familjar dhe qeveritar. Çdo gjë që ndigjoni të dashur qytetar vjen nga fakti se Edi Rama e ka shtuar këtë parlament në një leckë të vetëm, në të cilin nuk respektohet as një ligj, as një rregull, as kushtetuta, as gjë tjetër përveç se interesave të tij. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.